Ajo është martu një 2-3 herë, po më bëj kërkes për gocën time me fol me ish virin, ajo nuk më tregoj që kurri fare. Nuk të tregoj kurri goca ime the. Po ajo dhe tha nuk të dua më, ajo babaki mund ka qenë lidh ndaj telefonat tjetër, me një tjetër, nuk e di. Po e tradhti është ajo, se ajo shkova me morra ti ke shtëpia, më tha nuk të vi më tha. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për një baba nga Burreli. Ai quhet Petrit Kovaçi dhe ka një vit që nuk mundet do të takojë vajzën e tij 11 vjeçare pasi ish bashkëshortja Elda Jauplari e pengon që babai të ketë kontakte. Por çfarë ka ndodhur në martesën e tyre që fatkeqësisht përfundoi me divorc? Unë hap dritaren dhe e ftoj Petritin për ta dëgjuar historinë e tij dhe denoncimin që ai do bëjë ditën e sotme për të bijën 11 vjeçare. Petrit, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më ke dërguar mesazh, më ke telefonuar sepse ke një problem me vajzën tënde. Po. Konkretisht mund të më tregosh konkretisht çfarë problemi ke? Po jam diverzuar me ish bashkëshortën në 2015 në i 2015. Po. Me vendim gjykate. Edhe se më le me taku në gosët. Nuk takon, ish nusja nuk u lë që të keni kontakte me vajzën? Nuk më le fare. Sa vjeç është vajza? Vajza është ka një për 11. Është 11 vjeç vajza? Po. Por sa kohë ke që nuk e ke takuar? E kom taku në 2017 në Mal të Morit. Po? Që ishte martu ish bashkëshortja dhe shkova taku në 2017 me 28 dhjetor. Dhe prej 28 dhjetorit të 2017-ës ti nuk e ke takuar më vajzën tënde? E kom taku 10 me 28 gushtem që i fjarë ish viri, pa di gjë ish bashkëshortja kom taku dhe nuk e kom taku më fare. Pra, për herë të fundit e ke takuar vitin që lan pas? Po. Por pse nuk ka lë bashkëshortja të takoni vajzën? Po nuk më ka dhënë asnjë lloj adrese se ku ndodhet. Fol me ish virin, ai thotë nuk e di ku ndodhet thotë. Si nuk e di, a është e martuara, ka krijuar jetën e saj? Ajo është martuar një 2-3 herë, po më bëj kërkes për gocën time me. Ti nuk e. Nuk më intereson se ka ikë ajo. Jo, e qartë, kuptoj, ti ke dhënë fund të martesës që për vitin 2015 dhe ajo që t'intereson më shumë është vajza jote, por si ka mundësi që ti nuk ke një vendodhje të vajzës? Nuk e di se ku jeton ajo me nënën? Jo, fare, fol me ish virin, ai nuk më tregoj që kurri fare. Nuk të tregoj kurri goca ime the. Por pse? Nuk e di fare, se kuptoj. Por gjykata kur ju divorcuat çfarë vendosi? U divorcuam në Burrel dhe më la drejta 30.000 lekë vjetra dhe takim në gocës një herë muajt. Ti i ke paguar parat për vajzën për gjatë këtyre viteve? Jo, i kom dhënë lek dore 410.000 lekë edhe nuk më lë me taku dhe nuk kum bë pagesa. Por pse ajo nuk ta lë vajzën të takosh? Çfarë ka ndodhur? Nuk më le. Ai më ka thonë mua, se ti është gjë për ta pa me sy nuk e the. Po nuk është pronë private fëmia që vendos nëna kë do takoj dhe kë nuk do takoj, ti je babai i vajzës dhe ti ke të drejtat e plota për të takuar. Po jam dakord. Jam dakord që unë nuk lë fëmin time për 30.000 lekë vjetra pa taku, po ajo nuk më la me taku dhe unë s'kam bë pagesa. Petrit, por ti a ke shkuar te shtëpia e vjerit sërish për të kërkuar vajzën tënde? Kom kom kërkuar dhe më ka dalë ish punati, më tham, i kom qenë me shefin e zonës të skrapajt atje. Në çfarë vendi? Uiga takova vjet me 28. Isha dhe më kërcënoj, më tha mua, mush marrë vetëm tonë, të tërgoj unë, tha. Isha me shefin e zonës Strapajt ku higa atje, se kisha frikë mikë me thënë drejtën, edhe më kërcënoj dhe unë higa me shefin e zonës edhe se ku taku më fare, si është vjetë në gusht. Po zyrës për marimore, i e drejtuar? Kom qenë të tu në rreth Burrelit, futa letën zyrë për parimit Burrelit dhe mi qenë në Durrës, i doli vend banimi Durrës në Volgo. Që do të thotë ajo është martuar dhe jeton në Durrës? Po i qoha vendimin në Durrës i lash numrin e telefonit dhe kombinoj me numër telefonin nuk më ka morë, qish me 18 janar që kom mërthy letrat. Por, kur e takove për herë të fundit vajzën tënde vjet, nga i takim çfarë kujton?
Me thënë drejt ajo nuk më një fare, i thash hajde ke babi, ajo nuk u afronte, nuk du më thote mua. I thote i vjera dhe i zhviri, hecit kar babi, nuk u afronte fare. Si u realizua i takim? Ti e mësove që vajza ndodhesh tek vjeri apo të mori ish vjeri? Takimin e bani ish vjeri, pa di gjë bashortja, dhe mori ati ke shpia ati, edhe më mori në telefon dhe hajde ta gocën. Të morën vetë në telefon? Me mori ish vjeri në telefon dhe hajde ta gocën sa me pushime, tha këtu ke shpia ime, tha. Dhe vajza nuk të njifte fare? Jo, nuk më njeh fare, me thonë drejt ajo është ndashur në 2015-ën, 3-4 takime kena bo, si i thonë, 2015-ën. Edhe nuk më njeh më thonë drejt, ati më shpi, më thonë drejt, ka një çdo lloj robi, më të bëj shpije, kur ish bashorja dhe ne është qërentu dhe goca, ke parasysh. Sa qëndrove me vajzën, sa zgjatja i takim? Rreth një orë që ku puna takimin edhe hika unë. Petrit, besoj që të ka marrë malli për vajzën. Por të ti malli më ka morë për vajzën dhjetë e punë. Ju jeni martuar, keni krijuar familje? Duke e kam plan më martu më fare, s'ma dha. Nuk je martuar dhe nuk e ke në plan të martohesh? Jo, fare. Por pse këtë vendim kaq? Jam i pengu nga goca, e kam pengesën nga goca. Mirë, unë e kuptoj që ty të ka marrë malli për vajzën, por çështja e vajzës nuk të pengon që ti të krijosh jetën, të martohesh, të vazhdosh jetën tënde. Po jam dakord më të bet, po mos ma bën shpirti. Petrit, me lejon të të pyes si e njohur me Eldën, me Elda Jaoplarin, me nënën e vajzës? Me Eldën me thonë drejt me gazu historinë, ne dum një 3 ditë mi tregu tona, kupton. E qartë, po prandaj jemi të dy këtu për të kujtuar disa gjëra, gjithnjë me shpresën që Elda mund të ndërgjegjësohet dhe ta lër vajzën që ti ta takosh, se mbi të gjitha çfarëdo që ka ndodhur mes teje dhe Eldës është mes të rriturve. Ajo mos ta pengoj vajzën 11 vjeçare që takoj babain e saj. Ka qenë një histori dashurie apo me anë telefonit. Jeni njohur rastësisht? Po, me anë numër telefoni. Ti në atë kohë jetoje në Burrel, ndërsa ajo në Skrapar. Po, folim në telefon me te dhe pyeta nga jeti, tha jem nga Skrapar, po ti tha nga Burreli, folim në telefon, mbëlqytëm një i tjetri dhe i tregoj babit vet ajo dhe shkum atje, ke shtëpia, unë njoftëm me te dhe i pim kafën aty mobedi. Sa vjeç ke qenë ato kohë Petrit kur u fejove? 33 vjeç. 33 vjeç. Sa qëndruat të fejuar? E martu në 2012, e ndalë në 2015. Por, si ka qenë vitet e para të martesës, mes teje dhe... Sa të ndajt, ditët e para kanë qenë shumë të mira. Por, çfarë ndodhi më pas? Kina pasku shumë mirë. Kina pasku shumë mirë me njëri tjetrin. 3 vite keni qëndruar bashkë, erdhi një jetë vajza dhe më pas u ndat. Po. Pse u ndat? Çfarë ndodhi? Me thënë drejta i martej ish vajnë e vetë atje, që vajnë e i mujmë, tha viri, tha ma nëzirë gocën, tha ma bjetë të këshpije, tha se kina dasë më ndonë. Dhe që ua, nejtë na i mujë aty, edhe i ke maru më dasën atje dhe ditë në anë marë për shpi. Me tha mua Petrit dhe da majtë, sa sa ditë sa gocën sa këtu, sa të njëhet me nusën e remë, sa mua. I thash tani u jemi nda, thash u shpi, thash, unë kam nevoj, thash i mujtë të lash, thash, unë da morë, thash tani. Unë dasëm nesë të hikëm, në erdhëm ne për Burrele, qëva për zhytë dhe nuk të du ma, qëva për zhytë. Por e habitshme që të tha nuk të dua më, do më thënë, kishte ndodhur diçka mes teje dhe Eldës? Po ajo dhe tha nuk të dua ma, baba ki mund ka qenë lidhë në i telefonat tjetër, me në një tjetër, nuk e disë. Por ti dyshon se ajo të kishte tradhtuar? Po, e trahti është ajo, se ajo shkova me e mora ati ke shpia, më tha mu, tha nuk të vi ma, tha. Në regullë, të marrë sa shri. Ajo në krejtë mujtë dhe u fiju direkt ajo. Por se, mënyra si po e rrëfejnë Petrit duket pak e çuditshme, që një ditë të bukur, pas 4 viteve, 3 viteve martes, gruaja të thoi unë nuk të dua. Keni pasur konflikte me njëri tjetrin? Nuk të dua, se i kishte rregullu punët e veta, po ne më tha mu nuk të dua. Por ti këtë gjë e kishe kuptuar përpara që ajo... Me thënë drejt ajo folte në telefon, mi telefon Nokia ka pas në atë kohë,
Foli me telefon, nuk jam të fol me mamin, të fol me babin. Nuk pata, domethënë nuk pata kuptu gjë. Por pse mendon ti që ajo të ka tradhuar atëre? Ajo më tradhtoi çfarë di tani. Jo, këtë gjë e dyshon ti, sepse ajo është ndarë me ty, pastaj është lidhur me një tjetër, ka vazhduar jetën. Unë nuk besoj ose nuk mendoj që ajo të ka tradhuar. Ajo e ka pas, domethënë e ka pas bon telefonatat dhe më kalon mua dhe shka peru me tjetrin, e kupton. Pra, shkaku i ndarjes ka qenë se ajo ka dashur një person tjetër. Po, patat person, la atë mu një tjetër, la atë, tani ka morë tretin, e. Mirë, okej, është jeta e saj, ajo... Është e habishme. Ajo ka jetën e saj dhe vendos vetë për jetën e saj. Nuk pyes për gocën time, du të takoj gocën time, ajo të ka jetën e vetë, vazhdo jetën e vetë. Por në momentin që ajo tha nuk të dua, ju ndat në mënyrë paqësore me njëri tjetrin, apo patët konflikte? Jo, më të ndrydhën pojta një 2 muaj, ajë thashtë e ka me shaka, në këtë 2 muaj i futa letat morel dhe u divërcu me njëri tjetrin. Ishit ju që u drejtuat gjukatës, apo ishte pikërisht Elda që u drejtuaj para gjukatës? Po, bëm një të gjyqin e fundin të erdhi ajo, dhe tha nuk të dundra, e ku thash. Por, familja e saj, prindit e saj, çfarë do thanë? Asi gjë. Kur dy të rinj ndahen, e përjetojnë dhe familjarët, prindrit. Si prindrit e tu, edhe prindrit e Eldës. Ty çfarë të thanë prindrit e Eldës? Jo, prindrit e Eldës tha mu, tha nuk unë do goca më të morë, tha ty, tha dhe e ka në dëshirë vetë, tha ndash të morë i ty, tha ndash ndahet, tha, ki përzinë në mjetë në spe, Por ti vetë çfarë dyshon? Dyshon se ndoshta ke gabuar në marrëdhënien me Eldën dhe mund të kesh qenë ti shkaktari i ndarjes? Jo. Unë asnjë lloj problemi që kam pas me të fare, e kena dësh njëri tjetrin tamam, kisha marrë me dalë me marrë në ushqim dyqan, se merrte në telefon ku je. Po se të duhesh kaq shumë Petrit dhe një ditë të bukur të thuash nuk të dua, të duket pak e pabesueshme. Prandaj unë po këmbgul që si ka qenë marrëdhënia juaj. Ka qenë një marrëdhënie që gradualisht ka filluar të shkatërrohet derisa ka ardhur ndarja, se nuk vjen ndarja kështu papritur. Ajo na kena dash njëri tjetrin, vi habi dhe mua që arritëm këtë lloj që u ndam. Por vajza sa ka qenë? Sa vjeç ka qenë vajza kur ajo nuk u kthye më në shtëpi? Ka qenë e vogël, i vjeç i gjysmë, 2013-ën, domethënë me 2015-ën që jena divorcu. Por në momentin që ti u ndave, vajzën ti e takove fillimisht, ta lejoi Elda të takoje? Kum hik një 2-3 herë më thënë drejtën, e takosh ajo nuk është goca këtu, jo ka hikur, nuk është këtu, është i vogël, të rritet o Petrit thotë e vasha, kupton me më largu, domethënë mos më shku. Dhe më në fund nuk më lën me taku më fare. O prindrit e tu, njerëzit e tu, familja jote, ka mundur do të flasi me Eldën dhe të takoj vajzën? Jo, ish babi vetë fol me te, po nuk më tregon që ku rrina, kupton, nuk më jep adres që ku ndodhet. Jo, flas për prindrit e tu. Jo, fare. Bile pa ta foli rrallë në Facebook, se i shkuta në Facebook për punë e gozë, sepse mu qa kërkon ti, tha. Sa është kërkoj drejtët e fëmijës time, thashëm. Kur i ke shkruajtur për herë të fundit të Facebook? Mo ka mund të kenë rreth një 2 muaje. Përpara 2 muajve, ti e gjete në rrjetin social Facebook ish gruan tënde Elda Jaoplari dhe me njerë i shkruajte për vajzën. Ajo të bllokoi? Jo, ajo me ka bo blok, ka kupton, me boni blok direkt dhe sa mos mi bje telefoni sa se ke punë me mund, tha. Jo, këtë përgjigje ka bërë shumë gabim nëse ta ka dhënë, se ti ke një vendim gjykate që ti... E li bile me tha mund, tha rri urta se të vija t'jem, tha mund, tha po rri urta mos më ka spon telefon, sa shumë pysh për gosët, nuk pysh për ty, sa shumë pysh për gosën tim. Si rri urtë se do vija aty, pse po të vinte aty çfarë do bënte Elda? Po tani, aja e di si ka forcat e veta, nuk i dihet. Pse ka qenë e egër në marrëdhënie me ty? Është bota një egër, masi u divorcu, më kupton. Edhe më tha sa ti ish gjallë për ta pa, jo ti ikish në zyrë për parimi durqit, apo ti ikish shumë ti ikish se s'ke për ta pa me sy, fare, tha.
Jo, për këtë gjë nuk mund ta thoj dot një nën për fëmijën e vet, ti thoj babaj që s'ke për takuar kur vajzën tënde, sepse ti ke të drejtat e plota, po e përsëris edhe një herë Petrit, ti ke një vendim gjykate që ka vendosur gjykata të drejtën për ta takuar babai vajzën. Dhe mua më vjen shumë keq që 11 vjeçë vajza ty nuk të njeh dhe ti po më tregon që 3-4 herë ke takuar gjatë gjithë jetës vajzën nga momenti kur ajo iku me nënën. Pra ti u divorcove me nënën e saj. Më vjen shumë keq për këtë gjë, ne prandaj të dy jemi së bashku Petrit në këtë live me shpresën që Elda ta ndjeki, të reagojë dhe të japi një përgjigje. Nëse ti do e kishe përballë Eldën, çfarë do i thoshe? Unë do të ndjejoj që ta takoj fëmin. Në bazë ligjit. Jashtë ligjit nuk du me dalun, a kupton. Kur më telefonove pash në profilin tënd mbaje foton e vajzës dhe e besoj që të ka marrë malli. Nëse ajo do e dëgjonte këtë video, çfarë do i është normale, është normale. Çfarë do i thoshe vajzës tënde? Ajo po ma merr qafat mi me thon drejtën se do ma boj si veten e vet. Aty më vjen një noti më vdekje kam se do ma boj si veten e vet. Se ja kam thënë dhe ish vjerit, unë ja fal shkmin komplet, nuk unë bën e men për te. Po dhe ma boj thash vjerit si veten e vet thash, dhe ma mujnë qaf shikot thash. Po ja, mos të flasim kështu. Unë të bëra një pyetje, çfarë do i thoshe vajzës për të dëgjuar nga goja jote fjalë të ëmbla, që ti drejtoheshe vajzës tënde. Është normale se fjalë të ëmbla dihet se i thon fëmijët, dihet e mobet. Se kur i fëmijë nuk rri gjë, është normale e mobet. Unë Petrit do bëj të pamundrën që të lidhem me Elda Jauplarin, gjithnjë me shpresën që ajo do t'i përgjigjet kërkesës time, të hapi një dritare dhe të flasi me mua dhe e uroj me zemër që ky live që ne realizuam ditën e sotme, zëri jo të dëgjohet dhe ti të kesh takime sa më shpejt, të ndodhi ai takim me vajzën tënde dhe mos largohesh kurrë prej vajzës tënde. Ta uroj me zemër këtë gjë. Shumë faleminderit. Ata du dhe unë që të takoj gotën. Kështu që ne do mbetemi në kontakt për gjithçka. Në rregull, shumë faleminderit. Të falenderoj Petri dhe të përshëndes. Shumë faleminderit për respektin e kalofsh mirë. Faleminderit. Mirë dashurish, dëgjuam këtë baba Petrit Kovacin, i cili tregoi historinë e jetës së tij, ndarjen me ishnusen Elda Jauplari dhe që denoncoi pikërisht ish bashkëshorte se kjo e fundit nuk e lë që të ketë kontakte me të bijën, por padyshim unë dua të jem transparente dhe ditën e sotme në këtë live do ftoj dhe ish bashkëshorten e Petritit Elda Jauplari për të dëgjuar edhe versionin e saj ndaj hap dritaren dhe e përshëndes me një herë Eldën. E dashur Elda, unë të mora sepse më ka ardhur një denoncim nga ish burri juaj Petrit Kovaci. Ai pretendon që nuk ka asnjë lloj kontakti me vajzën dhe jeni ju ajo që e pengoni. Goca është 11 vjeç, sot ka hyrë për 12, tani në mars bën 12 vjeç. Nëse ai person është përgjigjur një herë për vajzën e vet, dakor. Ai nuk e di ku e ka vajzën sepse ai deri tani nuk është përgjigjur për asnjë gjë për vajzën. Ai më tregoi që nuk kam asnjë lloj adrese se ku jeton Elda, më ka bllokuar në telefon dhe thot nuk kam rrugë komunikimi, thot. Çfarë do rrugën e komunikimit ai kur ai nuk është përgjigjur për vajzën për asnjë lloj gjaje? Elda, por çfarë ka ndodhur mes teje dhe atit? Jeni ndarë përpara shumë viteve. Gati 10 vjet, po. Unë nuk dua që të qash. Vajza si është? Vajza është shumë mirë, kam bërë klasën e 5. Ai e ka takuar vjet. Diku fundi gushtit ka qenë kur e ka takuar vjet te babi im. E dashur, ai më tregoi realisht takimin që kishte pasur me vajzën vjet. Dhe më tha Petriti që ish vjeri dhe ish vjera ma mundsoj takimin sepse Elda asnjëherë nuk më ka lejuar ta takoj vajzën. Domethënë, je ti ajo që e pengon për shkak se ai nuk paguan detyrimin? Nuk ka paguar asnjë lloj detyrimi. Pastaj ai e di shumë mirë që mua më ka kërcënuar në ato vite që në atë vit që unë jam ndar, ka qenë bërë dhe gjyqi në Berak. Dhe unë e kam hequr denoncimin. Por çfarë duhet më bërë mua në sikletë të tjera? Nuk e kuptoj.
Zemër, sido që të jetë, ai është baba i vajzës. Po kurse si që ka baba i vajzës, kurse është përgjigjur asnjëherë për asgjë. Por ai thot të akuzon ty se ti e ke bllokuar që ai nuk të gjen dot ty. Ti i ke bllokuar rrugët e komunikimit. Po, unë i kam bllokuar rrugët e komunikimit, se unë jam e martuar, kam dhe një vajzës tjetër, si mund të kem unë komunikim me ata? Është e pamundur. Unë s'mund prish jetën time për qefet e Petritit. Absolutisht. Jo, e qartë, unë e kuptoj që ti je martuar, ke krijuar familjen tënde, por për hir të vajzës, ti do i mbash komunikimet me Petritin. Ai që më kërcënon mua dhe familjen time do të vrash, do të bëj, kush është ai? Jo, Kush është? nëse ai të ka kërcënuar, ti duhet i drejtohesh policisë, nuk duhet ta lejosh, patjetër, në mënyrë absolute kërcënimin. Kush është? Që unë e kam rritur vajzën në përshtusi, e kam rritur me mundime me adhe me gjitha. Ai nuk ka absolutisht të drejtë. Sepse një herë në vit që vjen në rakon të baba im, se s'mund ta takoj këtu në shpitimin ku jam unë. Pas qytetin, sepse e di shumë mirë kush është ai. Përderisa ai nuk përgjigjet për vajzën Odeta, nuk ka pse. Po jo, ai është i gatshëm, Elda, ai thot jam i gatshëm të paguaj për vajzën. 30.000 lekë, Odeta më fal, 30.000 lekë të vjetra i ka dhënë gjykata. Pyete ja ke dhënë një herë muj vajzës 30.000 lekë të vjetra? Ai ma tha Elda, ai më tha që unë kam paguar vetëm një herë në fillim dhe nuk kam paguar më për vajzën sepse nuk e gjej dot, thot, vajzën. E gjenë një, di shumë mirë ku e gjenë atje të temja ku e ka takuar për vit, atje është vajza gjithmonë. Ai e takon vajzën sa herë do, sepse babai im ka fajt mua. Më merr në telefon, thot, më ka marrë Filani do vit takoj vajzën. E unë iki nga puna dhe të shoj vajzën atje, që ta takoj ai. Dhe ai vjen bën këto gjërat që bën. Nuk ka për ta takuar vajzën. Elda, ju keni një vendim gjykate dhe gjykata ka vendosur që ai të pagoj 30.000 lekë të vjetra për vajzën që ka detyrim t'i pagoj, më shumë se 30.000 lekë për mua, por aman dhe ti e ke detyrim që një herë në muaj, siç ka vendosur gjykata, ai ta takoj, siç je ti nëna është dhe ai babai. Okej, Odeta, e kupton ti që ai mendon se atë 30.000 lekë që ka vënë gjykata, do ta hanë të tjerët. Do ta haj babai im për shembull. Po se kjo është një budallik. Të lutem tani, nuk di çfarë të them më. Ky është një budallik, nuk është një budallik. Unë në spital, shtatzan, me gjitha hallet që kisha në atë kohë, ai thoshte ku vajte ti, ku doli, ishem filan makinë, ua shqiptar, jam spitalere, o gjë trash. Për çfarë nuk kërkon tani muaj? Kur ai mua më rreth, më bën të vdekur, shtrihem barkas rrugëve. Për çfarë ta takoj unë ata? Për çfarë do di ai ku jam unë? Pse të ka dhunuar? Për çfarë? Të ka dhunuar? Po ai, që më ka dhunuar. Elda, unë jam transparente me të gjithë personat. Edhe pse ti je nga skrapari, je patriotja ime, se edhe unë nga skrapari jam, unë nuk të njoh fare dhe nuk të mbaj krahun ty. As ty dhe Petritit. Petriti më tha që ne kemi jetuar pak vite bashk, e kemi dashur njëri tjetrin dhe ajo më tha që unë nuk të dua dhe nuk u kthye më në shtëpi. Kështu ma tregoi ndarjen. Odeta, të traj tjetrin me shkollë. Se më trish me atë njeri, të thyj ka të duan, se më trish me atë njeri, për çfarë do trish? Të mërshme, por pse të ka dhunuar në atë kohë? Pse lindën konfliktet në familjen tuaj? Po si lindën sepse ka një kunat. Nuk se vllai, ajo na merrte telefon me privat. Dhe ato që mendin tani, mendin me privat e thashtë ta është përgjigjur nusja. Ku përgjigjur në ti vetëm me i vetë telefoni? Në atë ko, merte vetëm në dritare dhe telefoni rrite me zë lartë. Ate e nuk po të gjoni këta që po i trahton kjo nusë. Ku që s'kisht në bukë për të gjërë dhe nuk kam të gojën? Të ka akuzuar për tradhti. Edhe i dasëm të kishoj, dasëm vlajë, vetëm me data e prishin. Sa vit? Ai sa ti mund gjallë dhe i nuk kam të takuar vajzën.
Sa atje mu gjallë vetë, po vdesha unë ai do të takoj. Ai nuk e takoj vajzën. Elda, më dëgjoj, edhe unë jam një grua, edhe unë jam një nën. Unë e di që ti pas ke vuajtur nga e njëri, po të dëgjoj që ti po tregojnë që Petriti ka qenë i dhunshëm, të pas ka akuzuar për tradhti, nuk e qenë e lumtur me atë njëri, e kuptoj, por mos u hakmer. Këto janë misteri dhe atit. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Është gjë shumë e ratë. Ai nuk do ta takoj vajzën pikë, për plaset fëmijës 2 vjeç. Koka për drasa është për pllakash. Për çfarë do atë fëmijë? Për çfarë? Për çfarë? Janë të gjitha të dënueshme këto veprime që ti po më tregon, në mënyrë absolute. Dhe nëse ka ndodhur kështu, ke bërë shumë mirë që i ke dhënë fund asaj martese. Unë mbas ndarjes e pranova prap. Si ma gjungofën për pllakash. Fëmijë 2 vjeç. Është më e rrisë valla. Kam jetuar atje ku që të të robi. Për të rritë atë fëmijë. Ai nuk do të takojë ndeta. Ai bëj çfarë doj ta kthej për bys, ai nuk do të takojë atë fëmijë kurr. Të paktën sa ti më gjallë, kurr. E dashur Elda, qetësou dhe më dëgjoj, po t'i jap një këshill që vlen për ty. Nëse ti ke mërirat e tua me Petrit Kovaçin, me Ishburrin, mos u hakmer me vajzën tënde. Nëse do vajzën se dhe sot që është 11 vjeç, ka hyrë për 12, nuk e ka thënë një lavë të keq. Edhe shumë mirë të bërë. Edhe nuk bile edhe im shoq ka 3 çuna me zonjën që ka pasur. Dhe unë kam qenë ajo që dhe more. Ti do t'i takosh në shkota ku zonjën do thoya ta çunat ja 10.000. Duke e ditur që im shoq nuk është në rangun e atij njeriu. Im shoq vajzës time të vogël, më fal për shpeni, ka la me nerën se ka mbien. Edhe prapë ka la. Jo me të zhuje. 2 vjeç fëmijë apo plase për pllakash. Për çfarë dore? Për çfarë e kërkon këtë fëmijë? E kuptoj qartë Elda, por nëse ti e do lumturinë e vajzës tënde, mos e ndalo nga babaja. Ajo do rritet një ditë dhe do e kërkoj babajin e saj biologjik. Ai o ta kërkoj. Unë kam të drejta bitet me 2 vjeç ta shkolloj. Ti jap atë që do ajo. Do të shkoj te jati të shkoj. Jo, unë nuk e ndaloj. Por ti po e ndalon tani, ajo po rritet pa dashurinë e ti. Është gjaku i ti, mos e harro. Dhe nuk tëra, dashuri mama, dashuri babe nuk e ka mungu gjatë derën, sa dhe s'ka për ti mungu. Elda, ky është gabimi i grave shqiptare që mendojnë kështu. Ti e nëna, nuk e zvëson dot Petritin. Dhe Petriti është gjallë, nuk ka vdekur që ti t'ja mohosh. Ti jetoj 1000 vjet. Ti po i mohoni të drejt, ti je e irrituar dhe nuk e kupton që po i mohoni të drejt shumë thelbësore vajzës, po i mohon atësin, po i mohon babain. Ore, unë do t'ja hesh atësin fare atje, ta di ai. Pa atësin nuk ja hesh dot, nëse ai është babaj biologjik, ti nuk ja hesh dot atësin. Se nuk vend. E dashur Elda, vajza nuk është pronë private që bën ti çfarë të duash. Nëse ai drejtohet gjykatës që nuk është zbatuar ai vendim gjykate, ti penalizohesh. Po, ai ka zbatuar vendimin e gjykatës? Po pa dyshim edhe ai do të bëj pagesat, por ai thot unë nuk kam ku e gjej Eldën, nuk e di ku jeton Elda. Më fal Odeta. I kam thënë me mira herë. Do t'i hap vajzës numrin e llogarisë dhe hidhja lekët atje. O, nuk i hedh lekët i hajtemja. Qa do hajtemja? 30.000 lekë qelbura, që nuk vete do tani në market të blesh 2 gjara. Me 30.000 lekë. Është një shumë e vogël që nuk ka nevoj për 30.000 lekë, se në ati që me 3 milion lekë muj. Bile ai, ka shumë baba im që ka paguar lekët kur kam lindur unë. Ka shumë baba im që e ka thjell atë vajzë që është një jetë sot. Për çdo gjë. Pyet e jetë, sa lekë ka paguar thoj kur ka lind vajza? Ke paguar ndaj lekë thoj? E dashur Elda, ndoshta mos ka ardhur momenti, ti ke krijuar familjen tënde, je e lumtur me burrin tënd, ti harrosh këto gjërat e vjetra dhe të gjeni një gjuhë të përbashkët. Odeta, se jam rraur unë me dru, nuk është rraur ai. Jam rraur unë.
I është përplasur fëmijës tim koka për pllakash, jo atit. Më ka kërcënuar edhe ai mua, që çfarë të bëj ti babit që kam atje që kur erdhi puna në gjysh mbera, më tha mua hiqa, tha gjuna, tha hiqa denocimin. Jo, ai do hyj brenda. Ai vajzë nuk ka ta takuar kur, ta harroj. Të paktën sa t'jem unë gjallë, pa vdisha unë, bëj qa du. Po vajza e kërkon babain? Pyete, kur vajza atje thoi që ta takuaj e vjetë, thoi të erdi vajza, pyete i që. Ma tha, vajza nuk më njinte, tha. A i mi tërgoj të gjitha. E njef shumë mirë ai. E njef edhe ajo e njef shumë mirë. E di shumë mirë. E takoj? Ja. Por atëherë çfarë punoj? E dashurelda, por është normale, një fëmijë 11 vjeç që e ka takuar babain 2 apo 3 herë në jetën e vet, nuk ka dashuri. Dhe nuk ka dëshirë ta takojë, sa ajo është rritur me ty dhe padyshim që ty të do. Dashurinë tënde ka patur. Po, unë nuk do të them që ajo do ta doj. Por kush do, kur gjon fjalën baba, afrohet çik. Pyete, tu afro? Duke i thënë të gjithë, është babi ose nuk e ka takuar një herë, jo, e di shumë mirë ai sa herë e ka takuar. Ai e di shumë mirë sa herë e ka takuar. Ka ardhur dhe atje në majt malit ku kalon, e di Gjerpsi ku është? E di, në mal të morrit. Po, asaj rrugë të Gjerpsit, po në Rahov, në faqen përtej Zaloshnjës, ballë për ballë me Zaloshnjë kanë qenë punë. Dhe atje ka ardhur e ka takuar, pyete të është afruar vajza? Po mirë, nuk, e dashur, Elda, Një thoj psikolog thoj dhe shta takosh gocën? Ke marrë një herë psikolog me vetë thoj? Unë besoj që nuk është kjo arsye që vajza nuk do të takoj babin dhe babain dhe ti thuaj vajza nuk do. Unë të këshilloj që ti të gjesh gjuhën e përbashkët, ti e nëna biologjike, vajza ka gjakun tënd, mos harro ka dhe gjakun e familjes Kovaçi. Babai i saj është Petriti. Do apo nuk do, ti nuk jam unë e di kush është babai i saj, por veprimet e atij janë të pafalshme. Por padyshim, ndoshta edhe ai po reflekton. Ai më tha që jam i gatshëm të pagoj kontributin e vajzës, 30.000 lekë janë shumë pak, tha ai. Edhe vetë tha këtë gjë, e pohoj. Ai? Unë po të them fjalët e tij. Janë shumë pak 30.000 lekë. Po paguja pra thoj. Po pra. Hapja numrin e llogarisë. Thoj në emër dhe hidhja. Hajtë se po ja hap Elda, thoj numrin e llogarisë edhe hidhja lekët. Elda, ai thjesht fakti që nuk gjente dot rrugën për të komunikuar me ty u lidh me mua dhe ndaj ne jemi të dyja këtu dhe unë dua të bëjmë një ndërmjetësim. Përderisa ai e di ku është shtëpia ime, shtëpia e prindërve të mi ku ai takon vajzën. Ai e di shumë mirë, mund të hapte 1000 adresa për të komunikuar me vajzën. Se është shumë e lehtë apo jo? E dashur, çfarë ka ndodhur? A jeti e gatshme që unë të ndërmjetësoj me Petritin për të hapur ky numër llogarie, që ai të hedhë lekët e vajzës dhe të takoj vajzën? Po deta më fal. Numrin e llogarisë vetë e hapun që nesër, jo sot. Po nesër vetë e hapun. Por nuk ka shans ai të bëj atë punë se janë 10 vite, nuk po them 11, po them 10 vite. 10 vite. Ashtë i zoti ai t'ja hedhi për këto 10 vite lekët vajzës? Por atë ti nuk e di, përderisa ai po kërkon të takoj vajzën. O deta unë e di. Sa e njoh unë nuk e njeh ti. Jo, padyshim që ti e njeh më mirë se mua, se unë s'e njoh fare për atë punë. Ti e ke patur burr, por mos harro ke 10 vite që je ndar dhe gjëra ndryshojnë. As ndryshojnë fare sepse unë e di shumë mirë. Erdhi 10, i ka sjell gocës një telefon kaq të voçkël. Pak rëndësika. Tani ti do të vesh ta takosh këtë fëmijë. Okej. Çaj takon, çaj çon. Ku çan ke i zoti ti për t'ja shlyer detyrimet e 10 viteve? Për çaj e çon 100 euro? Me 100 euro mbahet fëmia deta? Jo, padyshim që nuk mbahet me 100 euro, por nëse ti do gjesh rrugën. Kur kishte kaq shumë ai që do t'ja paguaj. Pse nuk ja ka dorë? Ke atë dorë, vlla, një vit ta takon ai vajzën, edhe burri i një 3 muaj takon çunat. Jo. Kur i vjen më ai vet. Por, kjo është piku jam unë sot. Ai vërtet nuk u paguan 210.000 lekë muj. Si që ka, po u ka vlerë shtëpinë. Dhe po ja u paguan 300.000 lekë muj. Sa më shumë. E dashur,
Edhe sa herë i takon, aq hele ku jep. Unë se pyes një herë sa u jep, sepse nuk është e drejta ime ka ditë do t'u japi sa ta ndjej ai të nevojshme. Elda, nuk jam dakord me ty që ai një herë në vit ta takoj vajzën dhe t'japi kesh 2 lekët për 1 vit. Jo, nuk jam dakord. Ai çdo muaj të hedhi shumën e parave që i ka vendosur gjykata dhe çdo muaj ti duhet ta lësh të takoj vajzën. Duhet zbatuar një vendim gjykate. Po deta më fal Eldën. Ai nuk është i Zoti. Atë do ta takoj vajzën te babi im një herë muj. Vete i shlyen detyrime për 10 vjet. Se këto 10 vjet ai i zëre se do t'ja jepte mujës. Ja kam lehtë. Gjithsesi, unë do ta diskutoj me Petritin, gjithnjë me dëshirën e mirë që edhe ai mos ndahet me vajzën, por edhe vajza të ketë kontributin e babait dhe të rritet sa më mirë, por mesazhi që ai më dha për ty ishte të lutem mos më ndaj nga vajza, më lër të takoj vajzën. Hec po më bën me qef. Hec po më bën të hap gjëra që asnjëherë në jetë nuk kam dashur t'i hap. Asnjëherë në jetë s'kam dashur t'i hap. Ti ke një mesazh që unë t'ja përçoj? Absolutisht asnjë, s'kam çështje asnjë. Sepse e di kush është. Po përgjigje? E herë dhe thoi. E di pse ka ikur Elda thoi? Elda më tha nuk të dua dhe iku tha. Jo, nuk ka ikur nga jo. Më ka çuar vetë babi mbasi më ka rraf. Se do ikja te babi drejta 1 muaj për dasmën e vllai, 2014. Dhe pse dajta 1 muaj atje, vajta në shtëpi, më ka rraf. Kur kam ikur prapë te babi, i kam thënë që do operoj mamin. Edhe po iki te babi. Sepse qështë do t'i thoja që unë do iki dhe nuk do vi më. E qartë. Absolutisht. Nuk do iki sepse unë s'mund të rrit nuk u ti më rreth. Në një farë mënyrë e gënjeve për t'i iku prapë te prindrit. Po ti ikja se s'kisha si mund t'jetoj në një shtëpi kur s'ke as për të luan, në një shtëpi ku të zunojnë, në një shtëpi kur as edhe vjetën si kërkoja qupësh dhe thështë nuk ka, ishte vajzën vogël, nuk ka qupësh të thështë, që di t'ja vajzës 1 vjeç. Por të arë kërkoj vajzën të dalë ta. Unë e kuptoj që ke vuajtur. Të më jem të komshia qupësh, e përse më që jem të gjyshën qupësh, për sa në kërkoj vajzën, kur në për të këraj të kika dhe, për sa në kërkoj. Elda, unë e kuptoj që ke vuajtur. E kishte një herë dhe vajzën e vetë ish vjera 7 zakë kur isha unë. Për ata kishte gota qupës një për elë dhe nuk ishte. Për çfarë më kërkoj, për çfarë e kërkoj vajzën? Për çfarë se kuptoj? Për çfarë? Unë të them qetësohu, mendoj gjërat pak më ndryshe, e kuptoj që ke vuajtur. Ai nuk ka për të pasur komunikim me vajzën sa t'je mu gjallë. Po vdisha unë do ketë komunikim. Pyeta thoj, ke gota që unë shtjetoj për një dhe kalamanit që janë bushte biberonin me ujë? Janë bushte biberonin me ujë, edhe një qikë qumësh që të dukesh i barë, ajo më marë ati? E të si ishte i Zoti për të folë për vajzën e ti pjerë për mu. Për vajzën e ti. Për çfarë? Për çfarë e kërkoj vajzën? Pra, ti nuk ja lejon që ai ta takoj vajzën. Nuk do ta takoj vajzën. Ai as detyrime s'ka shlyer. Unë ka dhunu. Fëmijën e vete ka për plas për pllakash. Unë nuk di jo deta. Nuk di çfarë mund të them. E ke menduar që ai mund t'i drejtohet gjykatës ose të denoncojë? Ku të doj jo deta? Ku të doj të drejtohet? Ku të doj? Jo në gjykatë shkoj. Jo ta bëj gjyqin Tiranë, në Durrës, sa ku di unë. Më në Hag të shkoj. Është e drejta ime, kam rritur unë. Dhe ai nuk ka dhënë as 100 lekë. Po dhe kur isha 7 zanë me rrezik dështimi, po britnje ti. Kisha hipur makinë nxehtë. Kush kishte hipur makinë nxehtë? O plaçin syt. Kush? Kanë ardhur njerëzit e mi që kanë gjetë, po ose jo njerëzit e tu.
Ose di kush janë njerëzit këtu. Sepse nuk më ke shkuar në një herë ti takoj. As kanë ardhur për të më takuar. Për çfarë? Për çfarë e kërkon vajzën? Kur ti si ke dhënë për të ngrënë? Për çfarë e kërkon? Për çfarë? E dashur Elda, unë të uroj më të mirat, sinqerisht, për ty, për vajzën, për familjen tënde, se më thej që jam bërë nën edhe një vajzë tjetër. Gocën, e di shumë mirë, dhe një baba që s'ti të interesuar për fëmijën e gjen rrugën e zgjidhjes. Vetë. E gjen vetë. Atje të babi im, sa e ka detyrimi vajza e ka kaq, urdhëror ti. Për kaq kohë, unë kaq kam sot. Po jam thot mu. Unë thot nuk e hap lekët thot se do rris kalamajt e grus. Ti rris e vot çdo me time. Të rris e kalamajt e grus. Është martu. Të rris e kalamajt e grus. Burri im nuk thot që u po rris kalamajt e grus, apo nuk kam të jap fëmijëve të mi. Mua më tha që nuk jam martuar dhe nuk martohem kurrë. Nuk më intereson, mua më ka thënë që jam e parë, gruaja ka 2 fëmijë dhe do rris kalamajt e gruas. Mirë, është jeta e tij, ai bën çfarë do me jetën e tij, sikurse edhe ti ke vazhduar jetën tënde, por mesazhi që ti përcolle për Petritin është që nuk ja lë vajzën ta takoj, kështu që ai mund të ndjeki dhe rrugën ligjore për të arritur tek e bija e tij. Elda. Po deta. Ai e di shumë mirë ku e ka vajzën. E di shumë mirë. E ka takuar sa herë ka dash. Që unë edhe mund të mos ja lija ta takonte. Ma njëherë në vit ka dash ta takoj, ka ardhur ka taku. Pavarësisht se ka marrë shumë herë, do vi sot, do vi nesër, se mua prindi më thot. E qartë e kuptoj. Marr filani. Ai e di shumë mirë, por s'ka mundësi të më takoj mua, te babi im. Jam këtu, po shlyej detyrimet. Pyet edhe thoj, pse ka ikur Elda, thoj, për çfarë e ke rraf, thoj. Dhe ka vajtur e kam përmendur me kusi uji. Për çfarë e ke rraf, thoj. Elda, e qartë, më vjen shumë keq për atë që ke kaluar me Petrit Kovaçin. Nuk do të mbaj gjatë, sepse shikoj që sa ka ardhur nga puna i edhe ti e lodhur. Të uroj më të mira ty, 2 vajzave të tua, se ke bërë dhe një vajzë tjetër nga martesa e dytë. Me jetë i kesh të dyja dhe uroj të gjeni gjuhën e përbashkët. Ai gjuhën e përbashkët e gjen vetë po doj, po nuk është ai Europë që sillet. E uroj me zemër që të gjendet kjo gjuhë e përbashkët. Të reagoj te Petriti nëse ai ka plot gabime siç ti po e përshkruan. Ka që babai im që më tha mu tha hiqa denoncimin në Berat, tha, mos ta futësh brenda, tha se ka dhe tjatin smur. Në atë kohë, kur ka që më bë gjyqi. Mbas gjyqit, kam qënu që e ka marrë prapë shtëpi, pa djenin as kujt, as të babit, as të vllajt. E kam fut shtëpi dhe di shumë miraj. Tani ti përplas vajzën për pllaka shumë, mezi po e rris, nuk mundet. Ti jetosh me mu. E qartë. Ti ke dhënë fund para shumë vitesh asaj martese, ke nisur një jetë të re, kështu që të uroj shumë lumturi në martesën e dytë. Faleminderit. Kështu që thaj Petritit, Elda ta hap numrin e llogarisë, ta dërgoj ty, edhe çoja aty zotërisë. Se me mua rrugë komunikimi nuk ka. Patjetër që do t'ja komunikoj Petritit dhe uroj të gjendet gjuha e përbashkët. Mirë. Vajzën e ke takuar te temja, thoj? Kur të duash ta takuar do ta takosh prapë te temja, thoj? Po. Unë jam shumë e sigurt që ai do ta kesh, do ta dërgoj numrin e llogarisë dhe do ta shohësh, do të jeri ndaj lek apo jo? Por unë uroj që ai të bëhet baba i ndërgjegjshëm, ti pagoj detyrimet e vajzës. Eta, robi kur nuk është ndërgjegjshëm, kur e ka nduar, nuk bëhet i ndërgjegjshëm më vonë. Por ndonjëherë njerëzit gabojnë dhe reflektojnë me vonesë dhe ndoshta ka ndryshuar. Si e kemi atë shprehje në ndaj ujë kuqime në ndron, po zakonisht se harron, kështu që. Mirë, ne kemi edhe një shprehje tjetër. Të gabosh është njerëzore, të falësh është hynore. Po, unë se fal kurrë. Unë e fala një herë, e futa në shtëpi, mbasi më rrape, mbasi më dhunoj, e futa në shtëpi prapë, pa djenin as kujt. Qa bari? Për plasin gocën për plaka, shu është shoku. Thelloj trurin, thelloje. Sa unë të gjej mënyrën më të mirë, më të thjeshtë për të larguar. Ose vajti, kam qenë mësuese në Rok atëre. Erdhi boti e futëm në shtëpi. Okej, fillu me jetu. Me tëra gjëra, se lek vetë s'kishtë ai, duart në xhepa.
Okej. Erdhe, jetove? Po, shumë mirë. Do ikit 18, po ik. Iku atje, fillojnë live-et. E ka poshtë. Unë s'kam lek, më dërgoj lek, po jo, shoku. Unë po punoj të jetoj vetëre, nuk po punoj të mbaj ty. Kështu që ka shumë gjëra, kështu që thoj kështu. Elda do ta hapi numrin e llogarisë, do ma dërgoj mu, po me mua s'ka asnjë rrugë komunikimi. E qartë, të gjitha do t'ja komunikoj. Mirë, Elda, të falenderoj e dashur. Gjithë të mira. Faleminderit, gjithë mira, ciao. Nëna me zë të lartë në këtë live tregoi se nuk do ta lejoj vajzën 11 vjeçare të ketë kontakte me babain, edhe pse u mundova të jepja këshillat e mia si një nën, ajo refuzoi. Unë uroj dhe shpresoj që gjërat të përmirësohen mes dy prindërve të vajzës së 11 vjeçare që janë ndarë përpara shumë vitesh, edhe Petriti të dërgjesohet të pagojë detyrimin që i ka vendosur gjykata, por edhe Elda të zbatoj vendimin e gjykatës që babai të ketë të drejtat e takimit dhe të bëhet më e mira për 11 vjeçaren. Ai duhet të rritet me dashurinë e nënës dhe të babait një lloj. Mirë dashurinë, unë falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Dhe nëse keni një histori për të nëncuar dhe doni të jeni pjesë e këtij live, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më shkruani edhe në adresat e mia në rrjetin social TikTok, në Facebook, por edhe në Instagram me të njëjtin emër Odeta Dume Mandro. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite hyj live me këto histori njerëzore, histori shqiptare, histori të trishta. Unë ju falenderoj që jo vetëm më ndiqni, por edhe më mbështesni. Faleminderit.